Përshëndetje të dashur miq, sot do flasim për të drejtat e autorit. E për këto do të na flas avokati Alban Arifi. Përshëndetje. Faleminderit. A janë të mbrojtura të drejtat e autorit në Kosovë? Të drejtat e autorit janë të mbrojtura me ligjin mbi të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, i cili ligj është në harmonizim me direktivat e Bashkimit Evropian. Këto të drejta fillojnë në momentin kur krijohet vepra penale, e cila zgjatet gjatë tërë jetës së autorit, po ashtu edhe 70 vite pas vdekjes së autorit. Këto të drejta pas afatit prej 70 vite, pastaj kalojnë në domenin publik, të cilat mund të shfrytëzohen nga të gjithë personat, mirë po gjithmonë duke ruajtur të drejtën morale të autorit. Cilat institucione i mbrojnë dhe kujdesin për të drejtën e autorit? Në Kosovë ekziston edhe zyra mbi të drejtat e autorit, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Kulturës, është Inspektoriati i Tregut në kuadër të Ministrisë së Tregtisë, po ashtu edhe të gjithë autorët për të cilët kanë ankesa apo për të paraqitur dëmin i cili është shkaktuar, apo edhe personat për vepër penale, atëherë mund të drejtohen edhe gjykatës komerciale apo edhe policisë dhe prokurisë lidhur me veprën penale e cila është kryer nga persona. A i lajmërojnë autorët e veprave dëmët që u shkaktuan nga persona të tretë? Në Kosovë është një numër shumë i vogël kur të autorët i mbrojnë të drejtat e tyre, të cilat ju shkelen nga personat e tretë apo personat e pa autorizuar. Prandaj do të kishte qenë mirë që autorët i mbrojnë veprat e tyre, ti lajmërojnë në institucionet kompetente, të kërkojnë dëmshpërblim për dëmin që është shkaktuar, po ashtu edhe ti lajmërojnë dhe ti denoncojnë të bëjnë kallëzime penale në prokurinë e shtetit lidhur me veprat penale të cilat i bëjnë këta persona. Cilat lloje veprash mbrohen nga të drejtat e autorit? Të drejta e autorit përfshin çdo krijim origjinal, duke përfshirë nga fusha e letërsisë, artit dhe shkencës, e këto përfshihen librat, shënimet, pikturat, filmat, muzika dhe shumë pjesë tjera të cilat janë në pjesën e letërsisë, shkencës dhe artit. A ka vepra më të cilat nuk mbrohen të drejtat e autorit? Po, janë shënimet zyrtare sa i përket legjislacionit të ligjet, janë vendimet gjyqësore, po ashtu janë edhe shprehjet folklorike të cilat janë të përditshme, si dhe ngjarjet ditore të lajmeve të cilat publikohen në periudhën gjatë ditëve pas kalimit të afatit 12-or. A lejohet kopimi i një vepre për përdorim personal dhe privat sipas ligjit? Po, sipas ligjit ka të drejtë një person privat që të kopjojë një pjesë të veprës së krijuar, mirë po gjithmonë për përdorim personal apo privat, dhe duke mos e përdorur këtë për përfitime komerciale. Në cilat raste lejohet përdorimi i veprave pa pëlqimin e autorit sipas ligjit? Ligji lejon përdorimin e veprave pa marrjen e autorizimit nga autori, kur në rastet konkrete kur citohet autori për përdorime personale, private, për punime shkencore, apo për ngjarje ditore të cilat ndodhin, atëherë mundet që të përdoret vepra e krijuar, mirë po gjithmonë duke e cituar të drejtën e autorit apo autorin e asaj vepre. Kur mund ta përdorë një person një program kompjuterik pa lejen e autorit? Gjithmonë programin kompjuterik mund të përdoret nëse i njëjti blehet ligjërisht përmes kanaleve zyrtare të cilat janë, dhe i njëjti mund ta përdorë atë për kopjimin, për harmonizimin e programeve të ndryshme, mirë po gjithmonë në kuadër të lejoshmërisë e cila jepet pas blerjes së tij në mënyrë të lehtëshme. Ndërsa nëse e njëjta përfitohet për përfitime personale, atëherë i njëjti e të i kalon të drejtën ligjore për
të cilën edhe i është shitur me përjashtim të rasteve kur e njëjta i lejohet në bazë të programit. Çfarë duhet të bëjë një platformë interneti kur njoftohet për një përmbajtje që shkel të drejtën e autorit? Gjithmonë një platformë interneti e cila ka përsipër që publikimin e informacioneve të cilet mirën nga mediume apo edhe ngjarje të ndryshme, e njëjta duhet që të verifikoj se a shkelen të drejtat e autorit dhe në qoftë se verifikohet dhe ka shkelje të drejta e autorit, atëherë e njëjta duhet që ta heq nga platforma e saj, përndryshe mund të përgjigjet atëherë edhe lidhur me dëmin e cili është shkaktuar autorit. Kush duhet të inicojë nëse vidhet kënga? Në rastin konkret janë autori, krijuesi i asaj vepre, po ashtu edhe përgjegjësi apo i cili ka marrë të drejtat, i ka përsipër të drejtat e autorit, mund të inicojnë procedurë për shkak se këtu kemi për shembull të një këngë është tekstshkruesi, është performuesi, është kompozitori dhe kemi 3 autorë në një vepër. Dhe secili mund të kërkojë të drejtën e tij dhe mbrojtjen e të drejtës së tij, sa i përket nëse e njëjta është marrë pa lejen e tij dhe mund të inicojnë procedurë edhe në gjykatë, po ashtu edhe pranë organeve tjera, siç është denoncimi lidhur me veprën penale të cilën e kanë bërë personat e tretë. Çfarë gjobash dhe detyrash administrative parashikon ligji për përdorimin pa autorizim të veprave të autorit ose të drejtave të përafërta? Në bazë të ligjit mbi të drejtat e autorit parashikohen gjoba të cilat ju shqiptohen personave të cilët i shfrytëzojnë të drejtat e autorit pa autorizim, ku në këtë rast gjobat parashihen deri 20.000 euro për personat juridik, po ashtu edhe organizatat kolektive, ndërsa për bizneset individuale gjobat arrin deri në shumën prej 3.000 euro. E të cilat gjoba pas raportimit të rastit në inspektoriatin e tregut, e njëjta duhet të bëjë kërkesë në gjykatën themelore në departamentin për kundërvajtje, dhe këto gjoba shqiptohen nga ana e gjykatit. Cila është përgjegjësia penale për shkeljen e të drejtave të autorit? Të gjithë shkelësit e të drejtave të autorit mund të përballen edhe penalisht sa i përket këtyre shkeljeve, ku dënimet janë shumë të larta, duke marrë parasysh shfrytëzimin e të drejtave pa autorizim që mund të arrijë deri në 3 vite burgim, ndërsa për dëmet e shkaktuara që kalojnë mbi vlerën mbi 50.000 euro, atëherë dënimet shkojnë deri në 8 vite. Në këto raste inicohet procedurë penale nga ana e prokurisë apo policisë, prokurisë dhe rasti shkon në gjykatë me akt akuzë, dhe të gjithë këta shkelësit atëherë mund të dënohen deri në 8 vite burgim për shkeljet të cilet i kanë bërë. Faleminderit. Miq të dashur, kjo ishte e tëra. Shihemi javën tjetër.